Në vitin 2000 në Shqipëri është bërë një gjetje madhështore, një gjetje që duhej të revoluciononte për sa i përket gjuhës shqipe, sa e vjetër është dhe çfarë themelesh ka gjuha shqipe. Mirë po, ajo gjetje, jo vetëm që u varros, por nuk u fol më. Dhe tani do të tregoj se përse po flasim për këtë dhe doja të nënvizoja ose të shtoja dhe do të dëshiroj një komentin tuaj që unë mendoj që ne e kemi armikun nga brenda dhe do të them se përse. Në vitin 2000 në shpat, në zonën e shpatit të Elbasanit, u bë një gjetje nga një fshatar i zonës. Një fshatar që ishte, jo vetëm fshatar i zonës, por kishte rriste bagti. Dhe nuk ishte bari, sepse kishte dikë tjetër që punon për të, por ai, meqense gjendej në ato zonat, pra në zonat e shpatit, në një shpellë, teksa shkuan në një shpellë që ishte shumë e vjetër dhe nuk ishte e hapur shpella, pra kishin rënë ajo brima e shpellës ishte mbyllur dhe rastësisht ranë disa gur u futën tek ajo shpellë. Dhe gjetën aty brenda, përveç të tjerave, sepse nuk thuhet se çfarë kanë gjetur të tjera, por gjetën 10 flet, sepse kjo na intereson më shumë, 10 flet prej dylli. Flet prej dylli që ju duhet të dini që në fillim, pra para disa mijëra viteve, bëheshin çdo gjë bëhesh me dyll. Pse? Sepse nuk shkruaj në pergamena si më vonë, ose si në lëkurat prej gomari, por shkruaj në dyll. E dini që edhe në antikitet, pra edhe tekstet antike flasin për shkrime në dyll. Dhe u morën këto 10 flet dhe ja quan Vangjel Kapedanit, mikut ton që tani nuk jeton më, ja u kam treguar historinë e Vangjel Kapedanit, dhe ai Vangjeli mblidhte, sepse e njihnin që të gjithë Vangjelin, mbaj mend dhe atëherë kur ishin takuar disa herë, ai më tregon se unë tek Vangjeli kam shkuar sepse përveç se kam intervistuar për misteret dhe enigmat, momenti që flisim për emisionin Enigma, por ne kemi folur dhe më përpara me të, sepse unë që nga viti mos gaboj 2005, që bënim jo më përpara, më falni, ishte më përpara që bëm turne dhe jemi takuar që në fillim, me fjalë nga vitet 2000, më falni. Dhe po thoshja që Vangjel Kapedani ishte një nga ata që mos themi që kishte arkivën më të madhe, sepse sot ne shumë nga këta pseudo arkeolog ose pseudo studiues vetëm hapin librat e huaj, nuk hapin ose nuk shkojnë në terren, sepse problemi kryesor është, po do ta them më vonë këtë. Megjithatë, 10 fletët prej dylli u quan tek Vangjeli. Vangjel Kapedani, meqense ishin shumë të rëndësishme, ai i çoi tek Shabani, tek Shaban Sinani. Dhe Shabani i mori që ti studionte. Dhe për më tepër kishte një grup le themi ekspertësh të vendit që duhet ta studioni që të kuptoni se çfarë kishin këto flet dylli të veçantë. Dhe aty u vërtetua, sepse tregohet që është futur në mes edhe Neritan Ceka në atë kohë, dhe e kanë vërtetuar në mënyrë shkencore që këto flet dylli ishin falso. Okej. Pika 1. Ku janë fletët e dyllit tani? Ku gjenden tani fletët e dyllit? Në qoftë se ato janë falso, thot dikush, janë falso, dakord, ku gjenden? I hodhën në koshin e plerave? Është pyetje, dhe do të dëshiroja nga ju një përgjigje. Pra, ku gjenden, ose ku i hodhën? E zëm që i prishën, i hodhën, okay? Ku? Ta marr njëri nga këta përsipër responsabilitetin dhe thot që po, i hodha unë dhe i hodha në filan vend. Askush nuk e bën. E dini pse? Sepse i kanë shitur, e thjeshtë. Për mendimin tim, pastaj unë do dëshiroj një komentin tuaj, ose i kanë mbajtur aty, ose ja kanë dhënë dikujt tjetër që nuk është shqiptar. Dhe do t'ja u tregoj se përse. Tani, e përsëris, ky është nga këndvështrimi im, ndoshta unë e kam gabim, doja një diskutim nga ju. Tjetra, unë nuk e di tani se çfarë ndodhte atëherë me Akademinë Shqiptare. Dhe kush e kishte përsipër që ti merrte, ti studionte dhe ku ti çonte apo ku ta di unë. Pak rëndësi ka kjo. E rëndësishme është në radhë të parë ku
janë, sepse hajt t'i studiojmë sërish. T'i marim, t'i studiojmë në qoftë se mendoni, sepse teknologjia zhvillohet, ecën përpara, evoluon, e zëm sikur atëre ishin le themi makineri jo të perfekte për të studiuar këto gjëra dhe mund të kenë gabuar. Kështu që po sikur të jenë të rregullta. Dhe doja t'ju thoshja që në këto flet prej dylli ishin të shkruara dhe me një shkrim që nuk ekzistonte në asnjë vend një shkrim i tillë. Pra nuk ekziston në listën e gjuhëve të njohura. Dhe ky shkrim pretendohet që është i njëjti shkrim me unë di që Arben Lalla ka bërë disa foto të këtyre fletëve me dyll dhe mendohet që është etruskja, pra gjuha etruske. Nuk i kam parë, nuk mi ka treguar, nuk i njoh këto foto, nuk i kam parë, por le të flasim me hamendësime. Pra unë jam ai që flas me hamendësime dhe doja një përgjigje nga ju. Nëse gjithë bota, e përsëris, gjithë bota i shpik historit, tregimet, gjuhën, budallëqet, shpik personazhet, shpik legjendat, shpik çdo gjë. Pse ne nuk mundemi që diçka që ekziston, pra këto fletët prej dylli, t'i studiojmë të paktën. Nuk po them të shpikim, por t'i studiojmë. Pse duhet që një, sepse aq janë fakte të pakta, një fakt apo një tjetër që janë 2-3 gjëra të vogla, pse ne në vend që t'i studiojmë dhe të themi hajde më se kjo duhet të jetë diçka e rëndësishme, por çfarë bëjmë? Ne i varrosim. Pse? Më thoni ju tani. Pra, unë mendoj që ne armikun e kemi nga brenda, për shumë arsye. Dikush e bën për një grusht para, dikush e bën që mos humbasi postin, vendin që ka, sepse ndoshta dikush e kërcënon, i thot, nëse gjen gjë, do ma tregosh mua. Dhe janë forcat normal të shteteve fqinj, sepse askujt nuk i intereson që Shqipëria të jetë kush e di se çfarë, ose ne nuk themi që të jetë kush e di se çfarë, por të paktën t'i japin vendin që takon. Do t'ju them diçka dhe nuk do ta përsëris më. I shkova cep më cep të Shqipërisë, në çdo pëllëm të Shqipërisë, dhe kemi zbuluar disa fakte që unë kam mbetur pa fjalë. Dhe në këto fakte që kemi zbuluar, i keni për gjitha emisionet Enigma, në sintez, po e përsëris në sintez, unë them që nëse janë gjetur, jo nëse janë gjetur, faktet e gjetura në ndër vite, duke filluar që nga lashtësia deri sot, janë zhdukur nga vetë shqiptarët. Pra nga vetë kush ishte. Për shembull, në kohën e komunizmit, i zhduku komunizmi. Nuk e di pse. Nuk di pse. Për shembull, do t'ju them një fakt. Gjigantët, pra eshtrat e gjigantëve, të profesorit që na ka dhënë intervistën, të shumë një, që shkuan dhe i pastruan me traktor. Gjetjet që janë bërë në zonën e Malcis, të disa gurëve të shkruar e tjerë e tjerë. Gur i shkruar, i gjetur në vitin sa ishte, 2013, kur ishte. Pse nuk fritet më? Pse? Pse të mbahet e fshehur? Pse të thuhet jo, është falso jo, falso kjo, kur? Këto janë faktet dhe ti në vend që ti bësh si të tjerët, pra si shtetet e tjera që i shpikin gjërat, ti i ke dhe i varros. Pra, ky është thelbi kryesor për mendimin tim që ne e kemi armikun nga brenda. Dhe e dini pse? Është ignoranca. Përveç atyre që ju thash, është ignoranca, sepse ne pse duhet ne varemi me një fjalë vetëm nga jo, po shiko, e tha ai, kush është ai? Kush është anglezi, amerikani? Nuk është si ne? Kush është francezi apo kush do qoftë? Nuk është si ne? Pra ti, në qoftë se nuk i jep vlerë vetes tënde dhe popullit tënd, ti ke mbaruar si njeri dhe si komb. Ky është mendimi im. Tani unë do dëshiroj një komentim tuaj. Erdhën çunat, hajde, ditë mbar.